Ofertuesi me shifrën L19 për njësi numër 1 ka ofruar çmimin prej 10.555 euro. Njësia e radhës është njësia me numrin 16. KB Preluzha, parcela 00118-0. Edhe për këtë njësi kemi pranuar vetëm një ofertë dhe ofertuesi ka shifrën L28. Shuma e ofruar për këtë njësi është 2.363 euro. Njësia e radhës është njësia me numrin 39. Rator tokë bujqësore pre-oc 101-0. Për këtë njësi kemi pranuar një ofertë dhe ofertuesi ka shifrën L37. Çmimi ofruar për këtë njësi është 135.000 euro. Njësia e radhës është njësia me numrin 40. Njësia numër 40 është emërtuar Rator tokë bujqësore pre-oc 178-0. Ofertuesi me shifrën L38 për njësi numër 40 ka ofruar çmimin prej 130.000 euro. Njësia e radhës është njësia me numrin 78. NSH DLB parcela 800-1 zona kadastrale Vlashin Prizren. Për këtë njësi kemi pranuar 3 oferta. Oferta e parë me shifrën L02 për njësin numër 78 ka ofruar çmimin prej 11.880 euro. Ofertuesi me shifrën L20 ka ofruar çmimin prej 15.110 euro. Ofertuesi i fundit për këtë njësi ka shifrën L44 dhe ka ofruar çmimin prej 61.200 euro. Pra për njësi numër 78 në SHDLB parcela 800-1 zona kadastrale Vlashin Prizren, ofertuesi më i lartë ka shifrën L44 ku ka ofruar çmimin prej 61.200 euro.